Pyetje nga publiku për Alba Polozhanin kanë qenë të shumta, sidomos për raportin e saj me Lim Hotin dhe Dolcen, dy figura që po marrin vëmendje të madhe në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Shumë fansa duket se janë kurioz për mënyrën se si Alba po përballon afrimet dhe ndjenjat që po zhvillohen përreth saj, dhe për perceptimin që publiku ka mbi marrëdhëniet e saj. Një nga pyetjet më të drejtpërdrejta që ju bë Albës ishte: a mendon që Dolce ta bën për inat ndaj teje këtë me Limin? Kjo pyetje ngjalli interes të madh, pasi përfshinte një situatë të ndërlikuar emocionale, duke përzier miqësi, rivalitet dhe xhelozi. Alba u përgjigj me qetësi, por duke dhënë një panoramë të qartë mbi situatën. Nuk e di pse publiku e ka parë në këtë mënyrë. Unë kam diçka me Dolcen, ja kam shprehur Dolces dhe po e mbajmë si një moment të veçantë mes nesh. Por është diçka që ka të bëjë vetëm me raportin Alba-Dolce. Për më tepër, Alba bëri një paralajmërim të qartë për Dolcen, duke theksuar se nuk ishte nevojë të përfshinte Lim Hotin në këtë dinamik. E di që duket në publik se mund të jem xheloze ndaj Dolces, por realisht është një çështje vetëm mes nesh, Alba-Dolce. Unë i them Dolces që të jetë e përgatitur për këtë dhe shoh që njerëzit tërhiqen nga situata. Përfshir edhe vetë Dolcen. Nuk ka të bëjë me atë nëse po ma bën për inat. Situata bëhet edhe më komplekse pasi Dolce ka nisur një histori dashurie me ish partnerin e Albës, Limin. Ky zhvillim ka shtuar tensionin dhe kuriozitetin e publikut, duke e bërë raportin midis Albës, Dolces dhe Limit më të ndërlikuar dhe më dramatik. Ndërkohë që sytë e publikut janë të përqendruar tek reagimet e tyre dhe emocionet që nuk janë gjithmonë të dukshme në kamera, Alba duket se po përpiqet të ruajë qetësinë dhe të menaxhojë situatën me maturi. Duket se shtëpia e Big Brother VIP Kosova po shndërrohet në një arenë ku ndjenjat, strategjitë dhe afrimet personale ndërthuren në mënyrë të paparashikueshme. Dhe çdo veprim apo fjalë mund të kthehet menjëherë në diskutim publik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.